Evi Kokalari, aktivistja shqiptaro-amerikane e cila prej muajsh kritikon ashpër Sali Berishën, kreun e PD-s, edhe pse u shfaq si një mbështetëse e fortë e tij në muajt e fundit të 2021-shit, ka publikuar një seri shifrash që sipas saj tregojnë se shqiptarët nuk e duan kryedemokratin. Kokalari shkruan se PD në ndrejtimin e Berishës në zgjedhjet e 11 majit u tkurr me 35% ose 250.000 vota më pak krahasuar me zgjedhjet e 2021-shit, kohë kur kjo parti drejtohej nga Lulzim Basha. Madje Kokalari shkruan se nëse më 11 maj PD nuk do të ndihmohej nga Krisla Sivita, humbja do të ishte edhe më e thellë, ndërsa tkurrja e partisë do të ishte 50%. Postimi i plot i Evi Kokalarit, faktet flasin vetë, shqiptarët nuk e duan Berishën, PD. Në 2021-shin 730.000 vota, në 2025-ën 480.000 vota, në leadershipin e Berishës, PD-ja humbi 35%, 250.000 vota më pak, humbje masive. Pala Sivitan, kjo humbje mund të ishte akoma më e thellë, pa frikë tek 50% humbje që do të thoshte shkatrimi total i PD-s. PS në 2021-shin 770.000 vota. Në 2025-ën 730.000 vota, diferenca 40.005% humbje. Partitë e vogla në 2021-shin kishin 80.000, në 2025-ën në 190.000, rritje gati 240%. Nëse 110.000 fitim votash erdhën nga PD-ja, edhe me to PD-ja do të kishte humbur totali në 2021-shin 1.580.000 votues, në 2025-ën 1.400.000 votues. Rënje 180.000 ose 11.5% vendosën mos të votonin, dhe sikur këta të votonin për PD-n, PD-ja prap do të kishte humbur.